podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë një lëmije shumë të veçantë dhe shumë të rëndësishme në fushën farmaceutike dhe për shëndetin e pacientëve përgjithësi. Përdorimi i antibiotikëve, përveç se është shumë i rëndësishëm, është edhe një temë shumë delikate dhe për këtë arsye sot kam ftuar kolegen time, Laureta Berisha Kusumi, për me bisedu më gjithësisht për këtë çështje. Laureta, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se gjeta Edita, është kënaqësi që t'jam sot me një kolegen time farmaciste dhe të ndajmë shumë informata të bashku. Laureta, ti ke shumë vite që punon në banatore, edhe besoj që edhe për ty si për krejt farmacistat, një prej problemeve kryesore kanë qenë menaxhimi i antibiotikëve. Për me ditë pak më saktë pacientat, a mundesh më na tregu çka janë antibiotikët edhe çish veprojnë në organizëm? Antibiotikët janë barna të cilat veprojnë ndaj bakterjeve, në eliminimin ose në reduktimin e numrit të bakterjeve, veprojnë në organizmin tonë këso forme. Normalisht këtu pikërisht këtu qëndron problemi, sepse pacientët tanë mendojnë që veprojnë jo vetëm ndaj bakterjeve, por edhe ndaj virusëve. Kështu që duke punuar për kohë gjatë në banatore, një prej problematikave të fillimit ka qenë kërkesa për antibiotik ndaj ftohjeve, gripeve, dhimbjeve të fytit. Mirë po, këtu pacientët janë dalë direkt në simptoma, jo në diagnozë. Për ata që nuk e din çka është dallimi mes infeksioneve bakteriale dhe infeksioneve virale. Infeksionet bakteriale shkaktohen prej bakterieve të ndryshme, të cilat janë patogjene, ta quajmë në organizmin tonë. Infeksionet virale shkaktohen nga viruset, siç është virusi i gripit ose viruse tjera, sfundi edhe virusi ndaj COVID-19. Qysh e vendos një mjek nëse pacienti ka nevojë për antibiotik ose jo, ose më saktësisht qysh është rregulli për me vendos a duhet ta me marr antibiotik edhe cilin antibiotik me marr? Fillimisht pacienti duhet të drejtohet te mjeku, jo te banatorja, dhe në momentin që drejtohet te mjeku e vlerëson në bazë të dhënave klinike nëse ka nevojë për antibiotik. Krahas kësaj kërkon edhe analiza shtesë, qoftë një CRP, qoftë një analizë tjetër, dhe sfundi nëse është nevoja për një antibiotik, për të përshkruar një antibiotik, krahas përshkrimit të tij duhet të kërkohet edhe antibiogrami, sepse tani mendohet që çdo antibiotik vepron ndaj të gjitha bakterieve. Antibiotiku i duhur vepron ndaj bakterisë së duhur, sepse shpeshherë infeksionet ose maskohen ose nuk mjekohen si duhet, duke u marrë një antibiotik i gabuar, pa e ditur nëse është duke vepruar ndaj një spektri të caktuar të bakterieve ose jo. Sa grupet antibiotikëve ekzistojnë dhe çka ndihmon këto antibiogrami? Ekzistojnë shumë grupe të antibiotikëve, ekzistojnë i përmendi 4 grupe kryesore të antibiotikëve, për mos hyrë në detaje shkaku që pacientët nuk kanë informata të thelluara në mjekësi. Antibiogrami është një analizë e cila na tregon sakt se në cilin bakterie jemi rezistent ose jemi senzitiv. Nëse ne jemi rezistent ndaj një bakterie të caktuar, ai antibiotik nuk do të veprojë. Kështu që antibiogrami është një pasqyrë e cila krahas bakterieve të cilat ne jemi rezistent, ekzistojnë bakteri senzitive. Në kuadër të bakterieve senzitive ku ka me vepru një antibiotik i caktuar, në mesin e asaj liste përshkruhet antibiotiku më adekuat nga ana e mjekut dhe bëhet mjekimi në mënyrën e duhur. Besoj që dhe ty të ka ndodhur banatore që shumë pacient në fakt janë të rrallë ata që e bojnë antibiogramin, shumica nuk e bojnë, po edhe kur e bojnë shpesh pritojnë me u kthy te mjeku për arsye të ndryshme dhe vinë banatore edhe thonë, "Kom bojë antibiogramin, tregom cilën me marr." Po. Edhe nuk e din që na s'kena drejt. Edhe nëse ma bjen analizën, unë prapë s'kam drejt me ta përshkruajtur, është një kompetencë e mjekut edhe kishin mirë me ditë që edhe nëse e bën antibiogramin, prapë duhesh me u kthy te mjeku dhe mjeku duhet me dërgu recetën banatore. Qysh e cek edhe te ekzistojnë shumë grupe të antibiotikëve, cili është dallimi mes atyre me veprim të gjerë edhe atyre me veprim më të ngushtë? Për shembull, antibiotikët të cilët kanë veprim të gjerë veprojnë ndaj një spektri shumë të madh bakterieve, qoftë gram pozitive ose edhe gram negative, dhe atëherë ata mjekojnë më lehtë një infeksion. Mirë po të marr parasysh që siç e thatë edhe jo Edita, jo çdo herë kërkohet antibiogrami dhe jo çdo herë pacientët e kërkojnë antibiotikun adekuat, atëherë më mira kishte qenë mos ekzistonte kjo rezistencë bakteriale e cila është edhe sot, dhe antibiotikë cilët do të mjekonin të dy grupet e
bakterjeve do të vepronin më lehtë. Kështu që për ditur saktë se cilin grup bakterjeve ka pacienti dhe cilin grup do ta mjekoj siç duhet, atëherë bashkë me antibiogramin rikthehet pacienti te mjeku, përshkruhet antibiotiku adekuat dhe për kohën e caktuar, sepse një prej karakteristikave që pacientët nuk mjekohen siç duhet ose ju rikthehet një infeksion është se e ndërprejnë antibiotikun në momentin që ata ndihen më mirë. Çka ndodh kur e ndërprejnë pacienti antibiotikun para se me u përfundu terapia e përshkruar? Aty, për shembull, ta zëm, mbytet një numër i caktuar i bakterjeve dhe tjerat mbijetojnë dhe ato bëhen më të fuqishme dhe rikthehen me fuqishëm si një infeksion i ri ose si një infeksion i maskuar dhe i pamjekuar siç duhet, edhe ai infeksion rikthehet ko pas kohe. Gjitha kjo ndodh për shkak të mosmjekimit deri në fund ose mosmarrjes antibiotikut në kohën e caktuar, sepse 3 herë në ditë nuk kupton të mirët me ngjas drekë edhe ndarkë, po të mirët saktë si çdo tetor. Pastaj ekzistojnë edhe probleme tjera, qoftë ndërveprimet antibiotikëve me barnat ose me ushqimet e caktuara, qoftë mosmarrja për 7 deri në 10 ditë. Shpeshherë kemi një problematik, ta zëm për shembull te mjekimi i helikobakterit, që pacientët ankohen shumë shpesh që i është rikthyer helikobakteri për një kohë shumë të shkurt për shkak se e kanë marrë për një periudhë shumë të shkurt kohore. Nuk e kanë plotësuar mjekimin dhe pastaj një bakteri e tillë rikthehet edhe më fuqishëm dhe më acaruese dhe ju shkakton probleme në vazhdimsi. E përmendet pak më herët rezistencën e antibiotikëve, që është një problem global, po unë mendoj që tani është shumë i theksuar. Çka është rezistenca në antibiotikë dhe çka është rreziku i saj? Zakonisht kur flitet për rezistencën në antibiotikë, mendohet që trupi bëhet rezistent, nuk bëhet trupi jonë rezistent në antibiotikë, janë bakteret tona ato që krijojnë rezistencë ndaj marrjes së antibiotikut. Nëse një pacient vazhdimisht merr një antibiotik, ta zëm amoksicilin, dhe fillimisht dua të theksoj se problemi këtu është i sistemi, nuk është te pacienti, sepse nëse mund ka ndodhur ka ardhur një pacient me një fotografi të ciprofloksacinës, cilën e ka marrë për bashkëshortin e tij për 3 vite radhazi, dhe atëherë dikush është dashur ta ndalë para se të vijë në dorën time, dhe jo çdo herë pacientët duhet të kenë fat që të binte një profesionist i mirë. Mirë po secili duhet ta kryejë punën siç duhet. Pra rezistenca është krijuar tek spori duke marrë barna pa recetë, duke dhënë ne si farmacist, po them secili prej nesh, mirë po duke bërë lëshime të caktuara në barnatore dhe duke dhënë barna pa recetë. Dhe tashmë edhe për infeksionet të cilat veçse duhet të mirët antibiotik, është krijuar një rezistencë e tillë saqë nuk çohet deri te mjekimi i duhur. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojnë pacientat gjatë përdorimit të antibiotikëve? Gabimet më të shpeshta janë ndërprerja për kohë të shkurtë, sapo të ndihen më mirë në ndërprejnë antibiotikun. Thamë që këtu fillon rikthimi i infeksioneve dhe në fakt bakteriet bëhen më të fuqishme në momentin që rikthehen, nuk mirët antibiotiku në kohën e duhur. Pastaj mosmarrja thamë për çdo tetor ose çdo 6 orë, çdo 12 orë, por marrja 2 herë në ditë, 3 herë në ditë, sepse ndoshta ashtu edhe ju përshkruhet në barnatore, sepse jo çdo herë bëhet ai përshkrimi i duhur në kutinë e barit. Duhet edhe aty të bëhet një ndryshim ose mi këshillu në fakt kolegët farmacistë që nuk po them të kenë një shkrim të bukur, mirë po të i kenë një shkrim të qartë dhe t'ia qartësojnë pacientit për sa kohë. Gabim tjetër është ndarja antibiotikut me anëtarët e familjes. Besoj secili prej nesh që ka punu në barnatore e ka pa që marrin një antibiotik edhe çdo anëtar i familjes që ka nevojë ja japin nga një amoksicilin, hajtë se është një problematike përbashkët, një infeksion i përbashkët, dhe këto besoj. Pastaj është edhe gabim tjetër që i marrin me vete në pushime. Është ta flasim e ngas për këtë temë, mirë po besoj që mosmarrja për kohën e duhur, në dozën e duhur edhe për intervalin kohor duhur është një prej problematikave që krahas asaj që i marrin ndoshta edhe pa recetë, kjo është problem shtesë që krijohet rezistencë, krijohet rikthim i infeksioneve dhe kështu që nuk vjen deri te një mjekim i mirëfillt. Unë thamë që kjo ndërprerja e antibiotikëve dhe krijimi i rezistencës është si mi imunizu bakteret, si mi u dhoni vaksinë që mos mi halon shëj mo antibiotiku ku ta me herën tjetër. Ashtu është. Po një problem tjetër që për shembull unë kam pas në punën e përditshme ka qenë që nëse i ka përshkruar mjeku fëmisë një antibiotik çdo 8 orë, që
patjetër të bjen një herë muqu natën, ato kanë ardhur dhe kanë kërku me ndrru me një substancë krejt tjetër, që është një herë në ditë ose 2 herë në ditë, Po. domethënë që një herë 24 orë ose një herë në 12 orë, veç puna mos muqu natën. Edhe Ose në kopsht kom ja dhonë edhe si ajo në Po, kopsht se ekziston japin kopsht. edhe ajo problematik. Mirë po, të premt e kam një vrejtje shtesë, sepse marrin antibiotik për fëmijë. Normalisht edhe unë kam fëmijë edhe më ka ndodhur me vajzën time të vogël, kur ka pas temperaturë kom dërgu te mjeku, ju bo analizat për kace, e sfundi ju shkru një antibiotik. Ka qenë i parë edhe i fundit që e ka marrë, nuk ka marrë pasar. Dhe nëse ne si profesionist shkojmë rrugën e duhur, pse duhet pacientët të bëjnë veprimet e tilla me fëmijët e tyre. Dhe këta fëmijë kur rriten, ndoshta për infeksionet shumë të vogla ose që janë lehtësisht mjekueshme, nuk do të ketë antibiotik të cilët do ta mjekojnë atë infeksion tek ta. Dhe këtë qëndron bara normalisht mbi prindin. Ndoshta pak është problemi edhe i pushimit prej punës, nëse në rastet kur nuk e trajtojmë një simptom me antibiotik, kur s'ka nevoja, detyrimisht ka me zgjat pak ma shumë kështu me ditë, edhe ata kopshti nuk ja pranon fëmin edhe veç për mos me marrë pushim prej punës edhe me qush fëmin ma shpejt në kopsht, domethënë insistojnë me kalu ose në inhalim, ose insistojnë me kalu në antibiotik pa pikën e nevojës edhe nuk e din që në të i bodame shumë afatgjata që ka njëherë është ma mirë edhe punën me lonë. Ka njëherë është ma mirë marrë pushim mjekësor. Kështu që detyrimisht edhe është ligjërisht i rregulluar edhe nanat për fëmijë me marrë pushim mjekësor dhe besoj që me mbrojt një organizëm në rritje të pastër prej marrjes pa nevojshme të antibiotikëve, sepse edhe mjekët shpeshherë e shkruajnë antibiotikun si rezervë. E ke pa dita në recetë, nëse s'ka lënë për 3 ditë, e merr e ketë përshkruar në recetë dhe shkon. Çka nëse një është virale, shumica e infeksioneve respiratorë janë virale, cilat lehtësisht kalojnë. Ku është pastaj rezistenca, ku është pastaj çrregullimi i florës normale të organizmit dhe shumë problematika tjera. A lejohet me u përdor një antibiotik i cili ka tepru prej herës të kalume, qoftë tableta, qoftë kapsula, qoftë sirupe? Jo, Edita, nuk lejohet për arsye se infeksionet mund të jenë të ndryshme. Thamë edhe më herët, jo çdo antibiotik mjekon një numër të caktuar të bakterjeve ose një lloj të caktuar të bakterjes, kështu që gjithmonë duhet të kërkohet antibiotiku adekuat ndaj bakterjes adekuate. Gjithsesi kur po flasim duhet të kërkohet, kjo normalisht duhet të përshkruhet me recetë e mjekut. Dhe ne si farmacist duhet ta ndalim këtë, sepse jo rastësisht është krijuar kjo bindje që mund të mirret lehtësisht një antibiotik. Mua personalisht më ndodh shumë shpesh kur nuk e jap një antibiotik pa recetë, përveç që marr ndonjë ofendim si dhuratë, marr edhe një fjalë dytësore si ju s'ma japni, kalojnë banatorin tjetër dhe e marr lehtësisht. Kështu që nëse ne po duam të jemi profesional dhe të bëjmë dallimin, profesionalizmi nuk është me sa barna jap. Profesionalizmi është me sa pacienti mbron nga përdorimi i gabuar i barnave. Edhe këtu duhet të jetë fillimi. Nuk është problemi të pacienti, është problemi të sistemit. Mu më ka ndodhur nëse nuk më dhonë sepse antibiotikët edhe për fëmijë nomës edhe psikotropet normal si më dhonë pa recetë dhe ka shkuar ka marrë banatorin tjetër, më ka ardhur me keset e dera dhe më ka thënë ku i shike, ma dhan këta poshtë. Edhe do të thonë në thjesht kam dashur me mbrojt një pacient, po ai prap ka shkuar te banatorja tjetër, ja ka dhënë edhe unë fitu kur gjë. Po të paktën ndërgjegjja e pas. Vërtet, ndërgjegjjen e ruan mirë, po ne duhet ta ruajmë shëndetin e pacientit, ndaj edhe gjithmonë kur thirremi ne atë nuk kemi shitës, nuk krahasohemi me profesione tjera, jemi kyç në mjekësi, atër ne jemi ata që duhet ta bëjmë dallimin, jo pacientët, sepse pacienti kur e ka një vështirësi aty ku e ka më të lehtë tenton dhe çaset sepse ai nuk e di cila lejohet, cila jo. Kështu që jemi na ata që duhet fillimisht të edukojmë pacientin, por edhe të jemi fillimisht të edukuar vetë. Cilat janë efektet anësore kryesore që i shfaqin antibiotikët? Prej efekteve anësore kryesore janë çrregullimi i florës gastrointestinale, ose vjellje, ose të përzierja, ose diarre. Kto janë mos flasim për reaksionin alergjik ose hipersensitivitetin tanzem në penicilinë, e cila është një reaksion i fuqishëm alergjik, po flasim për reaksionet e lehta të cilat i japin antibiotik. Dhe nëse jo mjeku, farmacisti, kur e sheh që është përshkruar një antibiotik, patjetër duhet jap probiotik pacientit. T'ja sqaroj ose ta këshilloj që të merr edhe probiotik natyral. Unë ju them merrni kefir atëherë nëse mendoni që ne po tentojmë vetëm t'u ashesim këtë
probiotikun, mirë po duhet ta ruani florën normale bakteriale, sepse antibiotiku nuk zgjedh cilat bakteri do t'i vras. Ai kur vepron i vret ose i eliminon edhe bakteriet e mira edhe bakteriet e këqija të organizmit tonë. Kështu që trupi jonë ka nevojë për florë normale bakteriale dhe në këtë rast probiotiku është ai që e mbron organizmin tonë prej veprimit tillë të antibiotikëve. Mu më ka ndodhur, sepse kom punu edhe në terena, kom punu edhe me mjekë, dhe sa herë kom pas rast që kom promovu edhe probiotik, edhe sa herë që kom rekomandu që ata me e përshkru probiotikun me antibiotik, kanë thonë po bëhet shumë shtrejt. A është arsyetëm me thonë po bëhet shumë shtrejt, kur ati i del shumë ma keq? Jo, s'është fare arsyetëm, sepse ta zën një çrregullim gastrointestinal, a duhet të kalohet pastaj në kotrimoksazol. Ta zëm një çrregullim cilin e shkakton një antibiotik, duhet kalohet ndoshta në një antibiotik tjetër. Dhe kjo pikërisht pse duhet ruhet ose të konsiderohet një probiotik i shtrejt, ku e dim se çfarë produkte shtrejta din të përshkruajnë mjekët tonë. Kështu që nëse e konsiderojnë përshkrimin e një probiotiku të shtrejt, fillimisht le ta shkruajnë edhe antibiotikun me emër gjenerik. Le ta ruajnë atë, sepse e dim saktë çfarë dallimesh në çmim mund të ketë prej një antibiotiku, prej një gjeneriku ose prej një brendi në brendin tjetër. Nëse e mendojnë kaq thellësisht punën e pacientit, le ta shkruajnë antibiotikun me emër gjenerik, jo me emër tregtar, sepse atër krijohet imponimi dhe në fakt me një anë po mundohesh me rujt edhe perunat formën e bashkëpunimit tënd dhe në anën tjetër e dëmton pacientin. Çfarë ndërveprime mujnë me pas antibiotik me bana të tjera? Ta zëm një grup i antibiotikëve mujnë me pas ndërveprime me varfarinën, shtrëgullimit të gjakderdhjes. Tetraciklinat për shembull mund të kenë ndërveprimet me produktet e qumshtit, sepse shpesh herë shkruhet doksiciklina shumë shpesh. Edhe pacientin i dëgjoj edhe ndoshta bjen me punu me kolegë të mi dhe nuk ja japin informatat e sakta që me marr larg produkteve të qumshtit ose larg rrezeve të diellit, për shembull mos më shkakton një ullan lëkur, dhe janë disa informata ose për shembull me produktet të hekurit. Disa antibiotik japin ndërveprime në produktet të hekurit dhe këso forme ne si farmacist këtu e bëjmë dallimin. Një informatë cilin ja japi pacientit sakt, ai gjithmonë do ta mbaj mend dhe do të mbaj mend si farmacist, jo vetëm si person që veç ja ke fut barin në qese. Nuk e di a është për me kesh apo me kajt, ama kur më ka ndodhur që kjo, kërkush s'ma ka tregu kjo që e cekë për tetraciklinat, ndjenjësia e parë është me të ardhur mirë për veten se po merr një kompliment, po mandin se kanë thuaj qysh për ton këto vjet kërkush nuk i ka kallzu, edhe thonë që e kam përdorur disa herë këtë antibiotik në ushtira e parë dhe them qysh se kërkush s'ka fol, se ndoshta është pak pa lidhje me se po bjan kështu me kesh kolekt, po unë që kam punuar edhe në Tiranë edhe krejt, ka shumë hapësirë për përmirësim. Tu janë në krejt aspekte, domethënë prej shtetit, prej rrogave që mu mirë shumë keq, se janë rrogat më të ulta në krejt sistemin shëndetësor, në mënyrë që janë njerëzit më të keq paguam farmacistët banatore, po megjithatë unë në momentin që s'm ka pëlqyer ajo punë kam lënë. S'ka vazhdu me bo punën me rrogë të vogël që jam me pak kënaqur edhe me neglizhu, po thjesht laja ndroja nëse je pak kënaqur. Momentin që nuk ndihesh mirë, ndroja. Jep me maksimumin 100% edhe mos e le pacientin se unë nuk jam gjenerata e parë farmacistëve. Gjithsesi. Unë kom diplomën 2013 edhe unë tregun e kom gjetë që shto. Unë se kom bo, unë e kom gjetë. Nështë ka shtu të bo pak ma keq, po unë që shtu e kom gjetë edhe jo munu në tamen me majt kriterin, po ashtu nuk unë është vetë. Edhe them të drejtën, me qenë se po flasim pak edhe për kolegët, e shoh një fenomen shumë të shpesht, shfaqjen e konkurseve aq të shpeshta për farmacist, për teknike dhe ndoshta e kam diskutuar edhe me persona të tjerë pse po ndodh kjo. Pse një farmacist nuk e ka një rahati profesionale në një banatore, ose pse banatorët nuk po gjejnë farmacist adekuat. Kështu që ndoshta secili prej nesh duhet të bëj ato përmirësimet e vogla, shumë mirë e them, në momentin që nuk e don një punë ose mendon që ke nevojë me ndru, siç ke pas nevojë edhe ti edhe unë, me bëj një ndryshim brenda profesionit, sepse profesioni nuk ndrohet aq lehtë, sepse kemi kryer aq mund dhe për kushtim. Në momentin që je në atë punë, bëje më të mirën. Sheh pacientin si pacient, si person që nuk i ditë gjitha, sepse pacienti në momentin që hyn banatore është shumë e pakuptim të më thënë si nuk din si hapet sirupi ta zën benuroni.
e ke pa ka kapakun ose format e tjera si ai, kështu që çdo informatë që ne ja japim pacientit, qoftë mbyllje ose hapja e probiotikëve, qoftë ke ato format cilat janë brenda kapsullave që ruhen kapsullat dhe ndoshta mendojnë që duhet mi pi ato, sepse më ka ndodhur që ka thonë a duhet me pi këtë pjesën e fortë që është brenda kapsullave, shumë gjëra tjera elementare jemi ne ata që duhet t'ua tregojmë pacientëve dhe asnjëherë nuk duhet na duken pa lidhje ta themi kushtimisht. Është një problem tjetër që po më duket shumë njerëz nuk e kanë marrë parasysh as mjekësi as në farmaci që kemë lexuar kriqesën. Edhe çdo ditë tjetër vjen një produkt i ri, sidomos vijnë suplemente të reja dhe mua më ka ndodhur për shembull që ndoshta s'kam mujt me kon kështu up to date edhe ka një produkt i ka pas e din që janë disa me omegën 3 në dy të ndryshme edhe në momentin që ka ardhur edhe para pacientit i kam thonë veç pak po lexoj s'ka ardhur marrë, më mirë i them ose kurse kum kuptu një shkrim, jo mundu nëse se kom pas numrin e doktorit me thirr me pyet që më thon fal se kuptoj shkrimin. Edhe s'm ka ardhur as pak marrë, as nuk e konsideroj vetëm farmaciste të keq se unë nuk jam e detyruar me deshifru hieroglife atë. Shumë për atë punë, edhe vish që kom thon fal se kuptoj. Nuk jam e sigurt. Veproj njëjtë do. Me këndo që kom punuar kom thon kur si e sigurt mos jap mos shet se nuk vish. Po shpytje ta pacientit. As biznesi nuk i bën mirë. Nëse jetu menuar që jetu më bën mirë me një shitje, i vish ka që jetu më bë thjesht mos rrezik pacientin edhe mos jap diçka kur si e sigurt. Shumë e saktë dita, normalisht e dim shkrimin e mjekëve, kohëve të fundit ndoshta është përmirësuar pak se vijnë edhe shumë receta edhe të shkruara edhe me kompjuter, mirë po në kom punu me një vend ku ka pas vërtet flokës punës, edhe a ditë që ka bisedova me dy kolegët njëjtit vend, thash është e befasishme, thash edhe është mu krenun me një farforme, si nuk e kemi lëshu asnjë gabim, sepse s'ki ditë diçka e konsultu me kolegen, dhe e ke rujt pacientin maksimalisht, e ke rikthy te mjeku, e ke rujt pacientin, sepse e ke pa pacientin si person që ti je adekuat me çudim fëmijëkimin e tij. E përmendim disa herë që për me e pas efekt tamam që duhet antibiotiku duhet me marrë në mënyrën duhur. Një element shumë i rëndësishëm është para ushqimit ose mas ushqimit. Çish duhet me marrë antibiotik varet pe llojit antibiotikut e dita. Ka antibiotik nuk është patjetër të shkruhet pacientit. Bile dje një kolege im ma dërgoi një fotografi të një antibiotiku dhe ja kishte shkruar 4 herë 3. Më thonë pas zbuke. Mas spari, pik spari një pacient ose asnjë njeri nuk han 4 herë në ditë ushqim. Dhe është problematika e parë se ti je të dashmja mjeku ndoshta helikobakterin edhe krijon aciditet të ri me ushqimin edhe normalisht merret jo në stomak zbraz sepse është e mjeku një problematikë të tillë, mirë po them të drejtën duhet të shihet sakt. Ka antibiotik për shembull, ta zëm azitromicina merret para ushqimit. Ose ta zëm amoksicilina 2 orë para ushqimit ose 2 orë pas ushqimit. Që në momentin që një pacient e ka një lukë të plotë me ushqim, edhe merr një antibiotik sepse ne nuk e dim çka han pacientit, edhe mund të ketë ndërveprime shumë të mëdha mes antibiotikëve dhe ushqimeve dhe mund ose ta vonojnë përthithjen e tyre ose ta përshpejtojnë përthithjen e tyre dhe këso forme vjen deri te mos reagimi i antibiotikëve. Shpeshherë e dëgjojmë thonin jam të përdorur që 10 ditë dhe nuk po më jap reagim. Dhe ndoshta janë këto elementet e vogla to këshillimet e vogla të cilat ne ja bartim pacientit dhe këso forme e vënë në rrugën e duhur në mënyrë që me shku mjekimi siç duhet. Një problem shumë serioz është që te na nuk përveç që mungon sistemi informativ shëndetësor, pacientët nuk e kanë ndoshta në kulturë me tregu kur shkojnë që e kanë një alergji në një bar i caktuar, në këtë rast pe marrin një antibiotik. Edhe cross alergjia është një term komplet i panjohur për pacientat për shumicën e tyre. Çka do të thonë cross alergjia dhe pse është e rëndësishme me tregu çdo pacient që ka një alergji të caktuar kur shkon te mjeku ose në banatora? Zakonisht e dita unë kam bërë apel, ndoshta edhe përmes shkrimeve të mia ose çasteve të mia që edhe te ne në Kosovë të krijohet një kartel e pacientit ku në atë kartel përshkruhet në cilat barna ose në cilat antibiotik konkretisht është alergji. Edhe në këso formë, kjo kartel e ke shëmbrojt edhe mjekun edhe farmacistin në thojza prej çdo çasti ligjore
prej pacientit kundrejt tyre, sepse cross alergjia është alergjia ta zëm në penicilin ose në një grup caktuar të antibiotikëve, e cila është shfaqet me hipersensitivitet lartë dhe me probleme shumë dhëtë, në cilën nëse nuk reagohet shumë shpejt me një terapi antishok edhe me një staf shëndetësor i cili duhet të aplikoj, ne mund ta humbasim pacientin shumë shpejt. Kështu që në momentin që pacienti prej anës mjekut nuk pyetet nëse është alergji ose jo në ndonjë barë, pavarësisht nëse mjeku e ka shkruar një antibiotik, kur ajo recetë qaset e farmacisti duhet t'ja bëj edhe një herë atë pyetje. Mu personalisht më ka ndodhur shumë shpesh, ka qenë alergji në penicilin, edhe kur pyet a je alergji në penicilin ose ndonjë barë, ka thënë po. Ka harru mjeku me më pyet edhe kum harru mi tregu mjekut. Edhe këtu ish dash me qenë një kartel identifikuese si letër njoftimi, familjarët e mi cilët jetojnë në vende tjera evropiane e kanë atë kartel. E kemi pas vëna para luftës. Po, edhe kanë tregu farmacistë e vjetër, edhe aty ku kom punu ka qenë farmacistë e vjetër, edhe më ka thonë, po, ka qenë para luftës edhe me të vërtet duhet e rikthehet edhe kur shkon e vendos, sepse jo vetëm në antibiotik, po kemi shumë alergjinë edhe një ibuprofen, i cili ka përdorim shumë të lartë, edhe në ketoprofen, në barna ndoshta që i përdorin vetë, i kanë të dora çdo ditë, edhe nuk e dim pse po shkaktohet ajo alergji. Kështu që në rastet e një shoku anafilaktik, patjetër hapi i parë është hapi i shpejtë që duhet të qasen me një herë te mjeku, te ambulanta më afër në mënyrë që të shpëtojnë jetë. A prej çfarë moshe lejohet marrja e antibiotikëve te fëmijët? Të fëmijët lejohet prej lindjes, varësisht nëse ka nevojë ose jo fëmia, sepse e dim që zakonisht ta zëm të foshnjat e lindura para kohe, ndodh që kanë infeksione, lindin me një infeksion të caktuar ose me mospjekuritë ta zëm të mushkrive dhe ato lehtësisht krijojnë infeksione respiratore. Mirë, po në momentin që është e domosdoshme, duhet të bëhet gjithsesi në mbikëqyrjen e mjekut. A është qaq e frikshme sa e marrin pacientat me i dhonë fëmijës të posalindur antibiotik? Jo, nuk është aq e frikshme. Nëse një fëmijë e ka një infeksion caktuar i cili lehtësisht ja rrezikon jetën, ta zëm meningiti, shumë fëmijë me një herë pas lindjes mund ta marrin meningitin. Edhe kjo formë është një prej shpëtimtarëve. Na nuk duam ta bëjmë antibiotikun si armik. Antibiotiku është armik kur përdoret në mënyrën jo duhur, edhe pa nevojë. Mirë, për momentin që ai përdoret në formën e dur, ai është shpëtimtar, sepse zbulimi i antibiotikëve është epokal edhe është shpëtimtar për popullsinë, është revolucion në botë dhe normalisht që pa ta normalisht na vdesim edhe për infeksioneve shumë të lehta. Mirë, po mbrojtja prej tyre duhet jetë primare. Qysh duhet mu dozu antibiotiku te fëmija, sa është kështu një prej problemeve kryesore që ndikon te efikasiteti i të fëmijët duhet të dozohet për kilogram të peshës trupore, është dozimi më i saktë. Secili mjek ose secili farmacist referohet në diçka në mënyrë që të bëj një dozim të saktë. Edhe mjekët i kanë format e veta, ne kemi regjistrin e barnave, ku çdo barë shkruan, i cili është i regjistruar dhe i licencuar në Kosovë, shkruan sa miligram për kilogram të peshës trupore duhet të jepet. Kështu që nëse mjeku eventualisht e bën një lëshim, sepse shpesh herë e di medita që bëjnë lëshime në përshkrimin ose dozimin e saktë të antibiotikëve tek fëmijët, ne si farmacistë kemi drejtën e botës që ta rishikojmë dhe ta dozojmë atë antibiotik siç duhet. Pra dozimi tek fëmijët duhet të bëhet për kilogram të peshës trupore. Dhe nëse një fëmijë ndoshta i moshës 5 vjeçare ose 7 vjeçare, ta zëm i ka 40 kg, prindi nuk duhet të befasohet që i është përshkruar atij fëmijë një dozë më e lartë, sepse nuk mjekohet një infeksion i caktuar nëse jepet dozë më pak. Si më thon, lihet infeksioni ose mjekimi në gjysmë. Atë çka është një fenomen që nuk është hiç për me kesh, po më vjen me kesh. Normal në botë kanë sistemin, edhe në sistem as nuk i marrin mend dozat as krejt amra tregtare dhe shkruan amoksicilini dalin krejt prodhues që ai kanë. Na përveç që duhet patjetër mi ditë për mësh, duhet në raft me ditë sa ku e ki vanin, siç ashtu ta matin aftësinë si farmaciste, sa shpejt e gjejnë produktin rap, po kulminacioni është me i majt mend sirupat me sa ujë
të dhe si duhet me i përgadit. Në rast se ti e kini lisë ose e lexon atë, me njëherë të këshyrin me dyshim, po duhen të as, atë informacion, po nuk është një element që unë do na me ditë përvanshme me konë, është çështje teknike që është më mirë me e këshyr që atë se cilën herë, se sa me bu përmendur më duke më se për besën nuk ka përsa. Patjetër mirë që e përmende këtë punën e sirupave dita dhe një herë më pat ndodhur një paciente patologë se fa klori o 3 kemi 34 ml ujë. Tashmë është mungesë në duket në treg. Edhe erdhët mjaft e atë sarume, s'ma ki trejtë mirë, që ka ndodhë, tha shumë pak koj ka. Nuk mi del, nuk mi mjafton. Edhe këto, fillimisht edhe ne si farmacist, kur e japim, edhe aty e pash edhe një gabim të vetja. Se njëri përmirësohet, tu pa dhe gabimet e vetja, dhe normalisht atër ishe dhe ish faqin publik edhe për tjertë. E poshtë vetja si gabim që nuk i kom të regu në fakt se kjo antibiotik me këtë sasi nuk i mjafton për mje kem 7 ditor. Kështu që në momentin që i shpenzot ose pak para shpenzimit ose qysh tani, merr edhe një tjetër edhe normalisht ai ka afaq to deri në 14 ditë për përgatitjes. Edhe është super mjaftueshëm për kohën. Pra, shpesh pacientët kanë ndodhur që i kanë hedh ujë vet antibiotikut, në mënyrë që fëmis mi mjaftu për periudhën e caktuar kohore ose po mpushton më shtrejt, mirë po si që thani, këto gjëra i shohim, edhe janë paketim edhe kemi mjaft gjëra tjera shumë rëndësi për të mbajtur mend dhe këto janë gjëra teknike të cilat ne i bëjmë gjatë punës sonë. E ke vërejtë që shumë shpesh, sidomos prind për fëmijë kur është fjala, se për vetes pyesin herë që bojnë çka duajnë, po kur është fjala për fëmijë vinë pyesin diçka që ata e dinë vetë që është gabim, po për me hek prej ndërgjegjës vetë me thonë ta farmacistja, pesdojmë ka pyta bën mi shtu ujë edhe ti thu jo s'bën, ose ka kalu 2 javësh një muj që kam frigorifer jo s'bën. Po unë e kom rujt mirë, jo nuk bën. Po në frigorifer e kom pas, dhe 30 herë më pyet edhe 30 herë përgjigje është jo nuk bën, kështu se nuk e di, ka një herë që ditë shumë guximi të na me bëj eksperimente me fëmijë. Është qasja në informata e dita është shumë e lartë. Mirë për qasja në informata duhura është shumë e ulët. Kemi problematike në rejtë që LGBT-n, që vinë edhe në shpesh ju them në rregull, kush ta merr përgjegjësinë atëherë nëse fëmijë si ndodh diçka. Kur drejtori i farmacistë e ki një person adekuat, licencuar, i cili ka me çu përgjegjësinë deri në fund. Ka me thonë kështu dhe ka me qëndru prapa asaj. Kush merr përgjegjësi nëse këto informata ose shpesh herë kam parë grupet e nënave. Kanë shkruar gjëra nga përvoja, është problemi i madh. Në vende tjera këto grupe do duhet të ndiqeshin ligjërisht. Jo më mjek vetë se kam mati fëmijë, besoj e ke një edhe këtë. Normalisht, unë kur kom lind vajzën e madhe, kam qenë shumë e mbushme me informata, mirë, po pas lindjes se kom pas sa pak di. Duke u zhvillu atër shumë lehtë më qas informata dura vetë si farmaciste. Lere më të merr mendimin prej nonave ose për rrëzime, lere e kom pa. Ju ka rrëzu fëmia si ka marrë me qenë me një herë në emergjencë, i ka lënë nuk është kur gjo flen pak zgjohet, këto ato janë trauma të cilat ma vonë dim pasojat e tyre. Kështu që informatat jo nga nonat, jo nga përvoja, jo nga grupet, por nga profesionistët, nga mjeku, nga farmacistët dhe nga çdo profesionist i cili ka një licencë caktuar dhe mban përgjegjësi për fjalën që e thot. Atë që është një problem shumë i madh. Njerëzit nuk e dinë që na mujna mi pas shumë smundje gjenetike që na nuk e dim që i kemi deri në momentin që kemi kontakt me çat stimulin që stimulon çat smundje. Ose jo çdo dëmtim shfaqet me një herë. Mu për shembull më fascinon guximi mos me ushqyf bebën 3-4 ditë e para nëse se merr gjinin edhe me lëm pa ushqim, një bebë që s'ka asnjë rezervë ushqimore, edhe shumë mirë është fëmia, po është po ndoshta mas 10 viteve, 20 dhe një goditje shumë e vogël që një njeri i shnosh e përballon shumë mirë, ai tjetri është bëu atje dhe s'ka më përballu. Nuk mundesh me lujt bigjaz me trunin e fëmisë as me shëndetin e fëmisë, as na vet nuk e dina, ka shumë smundje gjenetike që nuk e dina që i kemi, ndoshta kur s'kemi me pas kontakt me atë stimulin, po nuk mujna me rreziku. Me një moment caktuar mundet më shfaq edhe nuk e dim arsyeën atë. Na e dim që fëmijët në përgjithësi pritojnë pi ilaçe, rrallin ata që ju pëlqen. Qa me bo prindin nëse fëmia refuzon me marrë antibiotikun edhe ai ka nevojë patjetër për antibiotik. Këtë problem kom pas me fëmijët e mi e dita dhe kom hek mjaft edhe gjithmonë ju kom lak mua aty në frend vetë që ja kanë zgjat lugën e shrupit edhe e kanë marrë lehtësisht. Zakonisht nëse fëmia e vjell ilaçin ose merr me vështirësi, atëherë ne lehtësisht mund ta këshillojmë pak t'ja përmirësoj shijen. Ose shpesh vinë edhe antibiotik cilët e kanë një shije të përmirësuar, qoftë me shijet protokollit ose drezës. Mirë, po këto duhet ndalemi pak, sepse shumë herë një fëmijë mund të jetë alergji ndaj një dreze. Kështu që duhet ta eliminojmë si rast parë, normalisht shijet që
përmirësues të shijes, si protokolli janë më pranueshëm edhe më pak me tendencë për shkaktuar alergji. Mirë po, shpesh i këshilloj për zjarr me shumë pak lang, ose me pak jogurt frutave, ose me diçka shumë të lehtë në mënyrë që m'ja përmirësu shijen. Kështu që në momentin nëse një fëmijë e vjell antibiotikun brenda 5 minutave të parë që e ka marrë, prindi duhet i rijap dozën, domethënë t'ja jap dozën tjetër sërish, në mënyrë sepse nuk kam rri mu absorbu. Nëse kanë kalu 15 minuta, e dozën veç se e ka marrë. E cilat janë 3 mitet më të zakonshme që i keni gjatë karrierës tonë për antibiotikët? Fëmijët ka qenë ama një antibiotik të përgjithshëm, më thonë, ose një antibiotik të fortë. Po, antibiotik të fortë, edhe kanë këtë antibiotik të fortë, sepse mendojnë që antibiotiku nuk matet me forcë, ta matet me mbulimin ndaj atyre bakterjeve cilat i bën. Ose ama të antibiotikun kuqezi, sepse kanë atë bindjen që ai mjekon gjitha llojet e infeksioneve, ose ama një antibiotik me më qellu për krejt familjen. Domethënë qëto janë diçka që ti ishe ndoshta me një sy shumë skeptik, mirë po kanë burim ato diko. Edhe ne duhet me përmirësu, me rregullu shkaqet e këtyre problemeve, sepse thamë pacienti është problemi i fundit që i shkakton këto probleme. Edhe është më i pafajshmi në krejt të mes megjithatë. Më i pafajshmi, sepse secili shpesh herë dita më ka ndodhur diçka kur një herë ose dy gjatë krejt karrierës time më ka ndodhur që ndoshta kam qenë me një super shpejtësi dhe pacienti e ka marrë ndoshta një barë që ka qenë të e përdor, ta zëm një barë kronik është fjala, edhe nuk ja kam përshkruar, jam ndirë keq. Ose ka ndodhur një rast që u rikthy s'më tha ç'sh me pi. Edhe besoj nga këto momentet e vogla ne rritemi vetë, edhe përmirësohemi vetë, edhe nëse ne nuk e mendojmë barnatorën vetëm si vend shitjes së barnave, po edhe si të këshillimit farmaceutik, si krijimit diferencës mes profesioneve tjera, ose ne po duam të jemi profesionist shëndetësor, atëherë duhet nga gjërat e vogla, mos sillet si profesionist, me ndalu dhënien e barnave pa nevojë, sepse në fund të ditës edhe një pronar i barnatorës, cilin e dim të dyja që mund t'jetë kushdo, nëse e bën një gabim, prap ka me ta përmend gabimin, jo shitjen që e ke bërë, shitjen ditore. Besoj që edhe ty t'ka ndodhur, po një fenomen që meriton tepër shumë edhe që ndoshta unë kujdesin ndaj klientit kështu në përgjithësi pavarësisht sa janë pacienta, klienta atje kom shumë të rëndësishëm. Edhe mundona në maksimum me u sill mirë, po ndoshta momente që jam treguar shumë e ashpër, mos them që jam kthy keq, ka qenë kur ti je me një pacient që ti e din shumë mirë kur është terapia e ngarkuar ose inhalimi ose ampulla koncentrimi është maksimum, edhe vjen tjetri ta bën veç çto, se jam përgut. Po më ka ndodhur. Sot nuk jem pazar, se unë shto më i me mytë njëre, më i me shku mbord, më i me po shumë zeza, pse ti s'po don me prit 2 minuta, edhe tjetra është nëse don mi rekomandu një produkt që ti e din si shtesë bezojnë probiotikon, ata thonë ti po don mish me shit. Në momentin që kërkojnë diçka që ti s'don mja dhon se është e dëmshme, ama ti s'oni di vetë. Unë e blej, unë e paguaj, nuk është kjo me shit. A jena mish me shit, sa si jena mish me shit se të të me vendosë. Unë komponu me një barnatore, tregova ku komponu dhe ka pas fluks shumë të madh pacientëve dhe ka ndodhur shumë shpesh kolegët e përmendin ndonjëherë si në shako kum hyp me një karrige dhe ju kam thënë kush është përgut, ju lutem shkoni në barnatore tjera, ne nuk kemi dalë këtu me mbyt askënd, sepse çdo pacient që hyn duhet ta marr mjekimin siç duhet. Ka ndodhur gabimet mëdha gjatë ngutisë. Për shembull, një herë më ka ndodhur një pacient ka ardhur për fëmijën e vet me shishen e salbutamullit pikave dhe mbajsha mend se i kishte blerë një ditë më parë. Edhe pesho që e ka harxhu dhe pa dash me shqetësu, i them çka ka ndodhur, a të shderdhur, a diçka? Jo, tha 5 mililitra, tha ja kom vendos komplet, dhe me nxi ka piku deri në 5 mililitërshin e fundit, sepse edhe këto dallimet e vogla, 5 pika, 0.5 mililitra, sa pika janë, duhet t'ja nguliti mirë gjatë shpjegimit, sidomos në rast të inhalimeve, në mënyrë që ata pastaj të mos bëjnë gabime në shtëpi. Dhe pyeta si është fëmia, u dashke shumë qetë me pyet pa i shkaktuar panik prindit. Tha ka pas një reakcion shumë të fuqishëm, tha në lëkurë, tha është skuq komplet, thash lutem a mundesh me dërgu në ambulant dhe me pa edhe një herë gjendjen e fëmijës, sepse pa dashje ja pas ke vendos 5 mililitra krahas 0.5-ve.
Edhe këto janë në guti edhe secili pacient duhet ta konsideroj që bari qysh është mjekus është edhe vrasës. Dallimi mes tyre është shumë lehtë është e doza, edhe duhet ta marrë si të mirëqenë. Disa herë kam thënë, pse pritni në bankë? Lehtësisht është një punonjës në bankë, nuk ngutet fare. Në momentin që i vjen pauza, klen aty dhe del, nuk shqetësohet fare dhe ti e pret pas pauzës. Edhe te mjeku pret. Ndalesh e ki me termin, e pagun mjekun privat, farmacisti nuk e pagun fare për këshillimin që ta jap, për kohën që ta kushton dhe gjithçka tjetër dhe në fund mi shkaktu nguti nuk lejohet. Në vende tjera shpresojmë edhe tani ne nuk po kërkojmë që të paguhet këshillimi i farmacistit nga pacienti. Mirë po duhet të dihet qartë se nëse unë kushtoj 15 minuta kohë dhe më thua ditën e mirë dhe asgjë tjetër, normalisht që duhet ta vlerësosh s'paku kohën time. Edhe në vende tjera ekziston një formë e pagesës farmacistit prej shoqatave ose prej odës për kohën që ja kushton pacientit, sepse është sistemi rregulluar, shpresojmë që edhe te ne të rregullohet, është përmes shpresojmë por nuk besojmë. Po shpresojmë të bëhet diçka dhe recetat na vijë edhe neve në ekranet tona dhe të kemi recetën elektronike, tjetë ky një hap tjetër krahas sigurimeve shëndetësore që do të bëhet dhe pastaj të vihet në vendin e duhur roli i farmacistit. Roli i farmacistit profesionist, jo shitës. E përmendëm marrët që një shprehje që e përdorin shumë shpesh pacientët është antibiotiki fort. Edhe mund ndodhë për shembull, a është shumë i fortë që njimive ose ajo tjetra është e fortë, edhe them nuk e bën veç doza një substancë të fortë, edhe ja marr shembull marihuanën me kokainën ose heroinën, them krahasoje 0.1 gram të kësaj me 5 gram të kësaj nuk ta jep efektin, nuk është thjesht sa miligrami ka për me qenë a është më e fortë ose a është më e mirë, cila është e mirë në vendin e vet dhe e fortë në vendin e vet, nuk është që ka nevojë me buksi krahasime ose me pas frikë, nëse është atë që po shkruan një mirë. Po e kanë atë frikën. Mundet një tjetër që i ka 0.1 me qenë shumë një gram kur e shohin maqetja. Po maqetja sepse nuk e shohin i mishin, a dini kanë këto, po këto ne ja eliminojmë të frika si farmacist. Laureta na erdhëm në fund bisedës tonë, edhe për fund cilat janë këshillat e tua që kishe dashur m'ia dhënë në lidhje me antibiotikët gjithë pacientëve, pavarësisht a janë me fëmijë të vegjël apo pa fëmijë të vegjël, që secili njeri duhet me i ditë. Fillimisht ju them që mjekësia nuk bazohet në shkaqe, po bazohet në diagnozë, kështu që antibiotik duhet e merren patjetër me përshkrimin e mjekut. Nëse keni një temperaturë, një dhimbje fyti, jeni duke shkuar në pushim, mos e vendosni antibiotikun si pjesë të valizës së pushimeve ose si mjet sigurimi se çka do të ndodhë në pushim, sepse asnjë pushim nuk ju duhet nëse nuk jeni të shëndetshëm. Dhe s'dyti, nëse mjeku e përshkruan një antibiotik, insistoni që mu bë dhe një antibiogram. Vedisohen këtë pjesë sepse shpesh herë është duke u krijuar rezistencë për shkak se janë të marrë antibiotik jo adekuat ndaj bakterjeve jo adekuate. Mos merrni antibiotik pa recetë dhe nëse farmacisti, barnatorja bën një lëshim të tillë, ju vetë mos e kërkoni, sepse secili prej nesh duhet të jetë i edukuar në pasojat cilat i shkaktojnë antibiotik. Ndoshta një infekcion shumë i lehtë në të ardhmen, një prerje, një infekcion shumë i lehtë, një CRP e lartë, nuk kemi me pas një antibiotik adekuat i cili ka me na mjeku për shkak të një rezistence të krijuar. Edhe rezistenca nuk njeh njeriu, ajo na përfshin të gjithë dhe kështu që ne nuk po flasim për të ardhmen sepse rezistenca veç se është, mirë po flasim për mi ul shkaqet e përdorimit të tyre pa recetë. Lauret, shumë faleminderit që pranove me qenë sot me neve, edhe po shpresoj shumë që kemi me u pa prap, jo mundu me i shkurtu pyetjet shumë maksimum se i pa ta një milion, kështu që duhet patjetër me bëhet një episod tjetër. Faleminderit shumë Edita, ishte shumë mësimi ndoa gjitha këto së bashku. Faleminderit edhe gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast, deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Catalysis, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Naturmel, Nika Farm, Organic dhe Relastil.